Aty ku përfundon gjithçka për të filluar nga e para. Po presja pra një varri të hapur, derisa ta sillen të vdekurin për ta varrosur. Disa kujtonin të vdekurin, e disa të tjerë bisedonin për shiun që binte, e të tjerë edhe për ndonjë tregti të mbetur në gjysmë. Unë isha strukur në një qoshe, me një çadër sa për ta mbuluar veten nga shiu që binte. Dhe sa që të mos me pengonte askush nga mendimet në të cilat isha futur. Varri. Një grop e ngushtë, e cila do të mbuloj prap, sa po ta lëshonin të vdekurin në të. Nuk është thjesht një grop, por një fund për të filluar çdo gjë nga e para. Për të filluar nga e para, për besimtarin ishte përfundimi i përmallimit për Zotin e tij. E aty do të fillon takimi i shumëpritur. Për ju besimtarin përfundojnë dyshimet, e tashme do të filloj të shoh qartë atë të cilën e ka mohuar. Aty ku përfundon puna, por fillon llogaria. Aty ku përfundon grumbullimi i pasurisë, por fillon shpërndarja e saj tek pasardhësit, të cilët shpesh herë as nuk e kanë idenë dhe as që mendojnë se ti e shpenzove jetën për ta grumbulluar atë pasuri. Aty ku përfundon krenaria në karrige, sepse tashme karriga do të jetë dheu i cili të mbulon nga çdo anë. Aty ku përfundon mundësia për hakmarrjen ndaj të tjerëve dhe mundësia për të fituar shpërblimin e madh të faljes. Aty ku përfundon brenga jote se çka do të thonë njerëzit për ty, por fillon brenga se çfarë do të thonë me lajket. Aty ku shpesh si për ironi të qajnë ata të cilët të shajnë. Aty ku përfundon arsyeja se s'ke pas kohë, për të pas kohë të mjaftueshme të shohësh se për çfarë nuk ke pas kohë. Thjesht, aty ku përfundon egoja, ezilia, urrëtia e lakmia dhe fillon të shohësh me sytë e të vërtetës se çka fitove e çka humbe. Këto mendime ndoshta do të zgjatnin gjatë, si kur të mos i ndërpritëshin zërat se erdhi gjenazja, të cilën sapo e falem dhe mbuluam. Filluam të ikim për aty ku i kishim lënë në gjysmë planet e jetës, duke mos menduar fare se një ditë vdekja do të na ndërpres ato pa dashje.